Kena kupton, toka bujqësore më e mirë e Kosovës kthehet në zonë ndërtimore. E keni mbyll Kosovën, e keni getoizu dhe në bashkëpunim me to kemi një zhvillim të madh. Sa i përket do thotë pjesës së dytë që ka të bëjë me zhvillimin e komunës, duhet ta kuptojmë që komuna Fushë Kosovës nuk është në rrafshin dugazhine për tokë bujqësore. Besnik, plani juaj urban. Kështu, faktikisht ne kemi në fuqi aktën zonale që është miratu dhe është në fuqi deri në vitin 2028, ndërkohë që ka kalu plani zhvillimor afate tashmë dhe është punuar 2 vitet e fundit në planin e ri zhvillimor, është përgatitur draft, është miratu në parim, ka dalë një diskutim publik dhe pritet që ditën në vijim të miratohet si finale dhe që do të vlejë për 8 vitet e ardhshme. Ndërkohë që plani zhvillimor nuk përcakton në detalje, po përcakton saqet e zhvillimit të komunës se ka do të shkojë komuna Fushë Kosovës në 8 vjeçarin e ardhshëm. Ky plan zhvillimor do të përkrahë thotë zhvillimin e Fushë Kosovës pas kësaj periudhe kohore do të pas 8 viteve qytet komunë e Fushë Kosovës me 100.000 banor. Çka kemi të përcaktuar në planin zhvillimor? Kemi përcaktuar kohat kryesore. Përcaktojmë lidhjet kryesore me kryeqytetin e Kosovës në të 2 anët përbrihje Kurullës edhe rrugën Uglarit me zonën A. Kemi përcaktuar komplet rrjetin e shkollave dhe të infrastrukturës publike si do zhvillohet. Kemi përcaktuar lokacionet e vendet për 2 pashqe se ku ndërtohen dhe do të kalojmë në nivel tjetër të zhvillimit që pastaj duhet të amandamentohet harta zonale për shkak të këtyre ndryshimeve. Sa kat edhe në çfarë drejtime? Këto po du me thonë. Harta zonale aktuale është deri në 8 kat, përveç raste kur ka pas bonuse dhe raste kur është dashur të merret toka për infrastrukturë publike në mungesë të tokës, derisa zhvillimi i ri që nuk e përcakton harta në perceptimin tim dhe në bindjen time për mënyrën e menaxhimit të qytetit të tashëm, ne do të kalojmë në nivel tjetër. Nuk do të ketë jashtë zonës së qytetit të ngushtë ndërtime të larta, do të ketë ndërtime elitare, do të ketë lagje të cilat do të sjellin në komunën e Fushë Kosovës njerëz me potencial të madh ekonomik edhe për jetesë, po edhe për punë dhe për zhvillim, dhe kështu do të bëjmë një balans të qëndrueshëm midis banorëve në banesat kolektive. Lagje elitare, në cilën drejtim do t'i bëni? Do t'jenë në drejtim të Miradisë, e përme është komplet zona që lidhë me pjesën e Uglarit, është e propozuar në planin zhvillimor, jo në pika detale, por është në atje banesa a shtëpi do t'jenë? Jo, janë në shtëpi, lagjet e cilat ndërtohen. Edhe ma shumë se 8 kac do t'lejoni nëse boni kryetar? Jo, përveç pjesës që u përmend me koloni që të mos prisin, përveç pjesës 028 dhe nësënon lagjeve që janë pjesë e qytetit dhe që do të bojnë balansin e zhvillimit të pjesës urbane të qytetit. Kriteri për bonuse, sa ka t'i qënë? Dhe në sa lejon bonuse? Varësisht nga nevoja që janë, sigurisht që nuk shtojnë... Varësisht nga nevoja, Besnik? Jo, më po thamë. Mund është 50 kat me shku bonus? Jo, nuk mund është me shku 50 kat, se edhe nuk ka asnjë rast që ka shku 50 kat. Po që 15 tha zotin Tërnove, a shkoni dhe i në 15? Jo, nuk folet më për zhvillimet të ndërtesa në 15 kat në komunën e Fushë Kosovës për mua si kryetari komunës. A o bonusi 1 kat, 2, 3, 4, sa? Mund tjetë 1 kat, mund tjetë 1 kat e gjysmë, mirë, po nuk do të ketë me shumë se 10 kat të ndërtesa. Me planin e ri, qëndrimi im si menaxher, do të jetë që ndërtesa do të jenë 8 kat. Derisa ne do të punojmë së bashku me ekspertët dhe me njerëzit që i marrin vesh me urbanistët se si do të zhvillohen detalet e planit detaj. Replika në kërku mas pari, Hasani, Valoni, pastaj Rahimi. Urna. Jeta, harta zonale në Fushë Kosovë bëhet prej 4 koeficienteve. Fillon me 2.4, 2.6, 2.8 dhe tavani është 3.0. Varet prej zonave që është specifiku me zona. Çështja e kateve që po na pyet nuk varet prej neve sa kat kemi me leju. Nëse sepse Fushë Kosova nuk ka prona komunale. Na mungojnë prona dhe nëse mu si kryetar komunë unë vy një pronë për me ndërtu një qerë ose një shkollë, unë du me bashkëpunu me një ndërtuz dhe me... unë e du si qytetar me ditë që tash sa ki me lejuti. Unë si votus po du me ditë që tash me të ka për fjallë. Unë po du me ta spjeguti... Mirë, dhe të ma spjegon edhe unë e për ta spjegoj. Unë për ta spjegoj tash. Po që këtu ki me numra me folë qytetar. Po tu me numra po flasë. Veç ki durimin dhe ndëgjëm. Nëse unë e marë 2000 metra katror, tu, me maru një qerë dhe, ati i takon 2000 metra katror në hapsirë në altë ndërtim. Do të thëtë 1 metër me 1 metër. Ti kemi ka du votusit ku po do mi dhonë që ato?
Sot kemi i kallëzu votuesit që ato 2000 të nalt, ku po do me Aty lanë. ku kam nevojë me marru një qerdhe, një shkollë, një ambulant, në qatë pjesë. Po dhe ku është pyetja jonë? Pyetja jonë është, nëse kime shkëmby, ku kime lanë? S'ko, me ta merë mas nej të po të bo. Jo me ta merë. Faleminderit, po dush me kuptu, pse unë insistoj që tashme më kallëzu. Valon, replika arshme. Nga nën kryetari aktual, u përmenën bonuset. Deri sot Komuna Fushë Kosovës ka dhënë bonuse. A mujna me ditë mbos cilët kriteri janë dhënë bonuset, në cilën rregullore? Se më sa di unë Komuna Fushë Kosovës nuk ka bonuse, nuk ka rregullore për bonuse, mirë po ndërtimet vazhdojnë. E para, e dyta kemi të bëjmë u përmend Miradi Epërme. Nëse shkojmë në Miradi Epërme dhe shohim vujtjet që i kanë për lagjes Marigona, e cila komplet kanalizimin e deri në lumin Graçanka, e cila shkakton ndonjëherë edhe përmbytjet aty në pjesëve. A kena mundësi me ditë në çfarë kuptimi don me bo lagje elitare Miradin Epërme? Ku dihet, veç edhe një çfarë Valon, jo e merr fjalën mas nej. Besnik dy pyetje ki. Falënderes, nuk fola për fshatin Miradi Epërme, nuk fola për zonën Miradi Epërme që ta kuptojmë për publikun. Do të ky është dallimi i parë. Dallimi i dytë, ndotja e Graçankës nuk vjen nga zona Marigona, po vjen nga zona të tjera përfshi pjesën e Ajvalis, që janë bërë inspektimet e sakta dhe gjendje reale. Zgjidhja e Graçankës në fshatin Miradi dhe Ol do të bëhet krahas zhvillimit të infrastrukturës, përmes mbylljes së tyre kanaleve në diskutime me qytetarët do t'i shohim bashkë edhe do t'a japim një zgjidhje Rregullora për bonuse? Rregullora për bonuse është në fuqi, ka rregullore për bonuset. Ku është e publikuar? Sigurisht në vefaqe, rregullora për bonuse përdoret edhe që sa vite, është në fuqi dhe përdoret në raste kur ka nevojë për shkolla. Aja jep nëse kërkon? Valoni? Qasje për dokumenta që s'petim kur? Nëse rregulloren për bonuse, e din të gjithë ndërtues, e din qytetarët, e din bashkët e institucione publike, nuk besoj që do të jetë një dokument i mshet. Okej. Rahim, a po të diçka tjetër? Po zona Miradis Epërme, çka përfshin zona Miradis Epërme? Zona Miradis Epërme, po. Zona Miradis, aty kemi bërë një zonë të mrekullueshme industriale, ku janë punësuar me qindra si pjesë e këtij plani zhvillimor, dim sa fabrika janë si zonë përzimi e aktivitetit, pjesa tjetër shkon deri te pjesa autostradës dhe pjesa tjetër shkon deri në afërsi të zonës Marigona, në pjesën që ka të bëjë thot me kufirin me komunën e Graçanicës dhe në pjesën tjetër shkon deri te pjesa mandej e lidhjes me Bresin. Kena kupton, toka bujqësore më e mirë e Kosovës kthehet në zonë ndërtimore. E para, e dyta, te kufini Graçanicës, kufi cilën e ke bo vetë sa e kon sekretari i Ministrisë për Shtetit Lokal. Von pjesën e decentralizimit, kur është bo atëherë, e kon pjesa e atij procesi, cili i ka dëmtu banorët. Banorët e Miradis komplet pronat e tyre i kanë në Graçanicë, e cilët nuk ju lejohet me ndërtu. Dhe po je kontrovers me ato që tu e thon. Kaq. E para, po filloj për kësaj të fundit, kufit e komunave nuk janë përcaktuar me apelashme pa nga një sekretari i përgjithshëm. Kufit janë caktuar si pjesë e bisedime me miq të ndërkombëtar që ju refuzoni dhe që e keni mbyll Kosovën, e keni getoizu dhe në bashkëpunim me to kemi një zhvillim të madh. Sa i përket do thotë pjesës së dytë që ka të bëjë me zhvillimin e komunës, duhet ta kuptojmë që Komuna Fushë Kosovës nuk është në rrafshin dugazhine për tokë bujqësore, është para stacionit kryesor ndërkombëtar të Hekurulla që duhet lirohet, është para dy kryqëzimit të dy autostrada dhe është në dyert e aeroportit ndërkombëtar dhe duhet të jetë një fuqizim infrastrukturës përcjellëse.